Deputeti i Qarkut Kukës Eduard Shalci ka ngritur në kuvend problematikat që lidhen me rezervuarat e Hasit dhe gjendjen e rrugëve Zogaj dhe Suroj. Gjatë fjalës së tij ai theksoi se këto çështje kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe mbështetje konkrete për bashkitë përkatëse në mënyrë që të garantohet siguria dhe zhvillimi i zonës. Por është shumë e rëndësishme të ndërhyjet në Has me mirëmbajtje në disa rezervuareve, të cilat janë shumë të lidhura me bujqësinë. Dhe gjej rastin, me qenë se them për bujqësinë, që t'i bëj një thirrje edhe atyre titullarëve lokal që merren me bujqësinë të sensibilizojnë më shumë fermerët, t'i ndihmojnë për aplikime dhe duhet të sensibilizojmë sa më shumë se pa statistikat e përfituesve të tropojës, rreth 150-200 duhet t'i sensibilizojmë që t'jetë shumë më tepër aplikues. Unë besoj se duhet t'jenë 500, 600, 700 përfituesit e asaj zone. Dhe dy menaçet fundit. Ka mbajtur shënim gjatë gjithë fushatës nevojat për rrugë. Dhe janë të shumta, por do sillem vëmendje që rrugën e Surojit dhe rrugën e Zogajt në mos paçi mundësinë për t'i tenderuar sipas standardeve, po themi kombëtare, të paktën t'i krijojë mundësinë me mjete, me karburante, bashkive respektive, të cilat ta sjellin në një formë të kalueshme. Janë dy rrugë, cilat kur i kam shkelur, kam parë që është e domosdoshme sa më parë një ndërhyrje emergjente. Shalci ndër të tjera kërkoi nga institucionet përgjegjëse që të bashkëpunojnë me pushtetin vendor për të gjetur zgjidhje sa më të shpejta dhe efikase.